avokati. Fatime Kryemalli nuk është prezent në seancën gjyqësore, ndërkohë nga seanca e mëparshme njësore kemi prokurë të posaçme për Esmeralda Ndërgjoni dhe Rama dhe Flutra Avokatja Flutra nuk rezulton prezent në seancën gjyqësore. Avokatja Kona ka djeni me shtetime numër 106 akti nga 20 dedikate 2026 ku ka nështruar personalisht, nuk i ka përmendje gjykatës shkakun e mosparaqitjes, por në një situatë procedurale nuk përbën pengesë për dëllime. Piro Gjigjo nuk është prezent në seancën. Prezent avokatës në policisë. Nuk kemi prezent si të Panderoj Piro Gjigjo, ka djeni nga prezenca e tij në seancën e mëparshme gjyqësore, nuk i ka përmendje gjykatës shkakun e mosparaqitjes, por ndërkohë kemi dhe prezent të Klodian Skondera, i cili ka qenë prezent në seancën e mëparshme gjyqësore, dhe ky avokat nuk i ka përmendje gjykatës shkakun e mosparaqitjes, por mos si prezent për përbën pengesë për dëllimin e gjykimit. Në lidhje me fillimisht prokurorët, pastaj mbrojtësit. Pra kemi Monika Kryemalli, kemi Fatime Kryemalli, e cila nuk është prezent, gjithashtu nuk është prezent Piro Gjigjo. Në lidhje me më falni se nuk u relatuan, në lidhje me Fatime Kryemalli, ka djeni, pasi gjykata ka urdhëruar njoftimin nëpërmjet policisë gjyqësore, dhe rezulton që në ekzekutim të urdhërimit të gjykatës është shkresa numër 3153 aksionin protokollit. Datë 11/5/2026 i Komisariatit Policisë nr. 1 kundër të Pjera Bojnë me dije se shtetësja Fatime Kryemalli është njoftuar për të paraqitur në orën dhe datën e caktuar pas të lidhur shtetimin numër 106 regjistrit tërmetar firmosur për marrjen e djenish dhe ka firmosur në datë 9/5/2026 personalisht Fatime Kryemalli dhe specialisti i zonës Nazmin Kareci. Jo e mater. Zona Fatime Kryemalli dhe Zoti Piro Gjigjo kam jeni regullisht për datën dhe orën e seancës, përveçin se ata momentalisht kanë zero të mosparaqitje të seancë dhe do të pasojnë në mbrojtës të lidhur se kanë prezent seancë për legjitimin. Ne kërkojmë gjykatën të zonë një moment para se filloj, mos vajza që është aty, mos është e miku? Jo. Që është asistenti aty të stane. Po më duke bërë Studente, master. Atëherë fillojmë mbrojtësit tjerë në këtë moment? Në kushtet kur, në seancën sotme gjyqësore nuk janë prezent të Panderoj Fatime Kryemalli dhe Piro Gjigjo, për cilën konfirmohet pasja djeni për të parë në lidhje me në ana e policisë gjyqësore, ku konfirmohet që ka marrë djeni për seancën e sotme gjyqësore dhe ka nështruar. Ndërkohë Piro Gjigjo nga prezenca e tij në seancën e mëparshme gjyqësore, gjykata e fillon këtë seancë gjyqësore në mungesë të tyre, duke i konsideruar të pranishëm për sa kohë interesat mbrohen për Fatime Kryemalli nga avokati Esmeralda Ndërgjoni Rama dhe për Piro Gjigjo nga avokati Sokori Mëqesi. Po. Ndërkohë media të lutem. Kemi gazetarët, ju a bëra me dia dhe në seancë. Sepse media do të gazetarët janë në seancë. Daloni media të Bengoni për të transmitimin live. Kameramanët vazhdojnë. Një rrugë
Daloni media të pendoni për transmetimin live. Ju nuk keni as bazë ligjore, që të ndërprisim transmetimin live për media. Atëherë, Ne kemi të bazuar